Të akuzuari Naim Urseli dhe Granit Plova ju shqipton dënim me burgim përjetshëm në emër të popullit, merr dhe publikisht shpall të abgjykimit. I akuzuari Naim Urseli me të dhëna sikur në shkresat e lëndës, konform njeri 364 të kodit të procedurës penale, është fajtor për veprën penale të kryer në bashkëkryer, vrasje nga nimi 173, paragrafin e pika 1.3 dhe 1.4 lidhur me nenin 31 të kodit penal të Republikës së Kosovës. I akuzuari Granit Plova, konform njeri 364 kodit procedurës penale, është fajtor për veprën penale, mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të anëve nga njeni 366 paragrafin 1 të kodit penal të Republikës së Kosovës. I akuzuari Pushtrim Kokalla me të dhëna sikur në shkresat e lëndës, konform njeni 364 kodit procedurës penale, është fajtor për veprën penale, ndihmë në kryerjen e veprës penale, vrasje rënd nga njeni 173, paragrafin 1, pika 1.3 dhe 1.4, lidhur me njeni 33 të kodit penal të Republikës së Kosovës. Andaj, gjykata, në bazë të dispozitave ligjore të kodit penal të Republikës së Kosovës, si dhe njeneve 7, 8, 360 dhe 364 të kodit procedurës penale, të akuzuarit i gjykon. Të akuzuari Naim Urseli dhe Granit Plova ju shqipton dënim me burgim përjetshëm pas plotësueshmërisë së këtij aktiviteti. Të akuzuarit Pushtrim Kokalla i shqiptohet dënim me burgim në kohëgjatje prej 30 vite, i cili dënim do të ekzekutohet 15 pas. Konform njeni 79, paragrafin 1 të kodit penal të Republikës së Kosovës, në dënimin e shqiptuar të akuzuarve Naim Urseli, Granit Plova dhe Pushtrim Kokalla, tutje llogaritët po e kaluar në Larguni me telefona që jeni qëtoj krejt. Gjykatës themelore në Prishtinë në këtë çështje penale. Ditën e mirë. Telefona.